një pjesë e madhe tyne nuk e di që kanë doj punim shkencor apo kanë, do të thotë, kanë bo një jetë shkencore janë studius të mirëfillt, por i ka fut politika. U përmend sistemi i vlerave dhe Akademia e Shkencave. Çu që të rëndësinë e Akademisë Shkencave, tu e pas parasysh që kemi edhe kritika ndaj tyre një farë forme që kanë rënë një farë gjumi të thellë. Personalisht, unë mendoj se kritikat janë me vend, sepse Akademia e Shkencave me të vërtet është në gjumë të thellë. Edhe kriteret e përzgjedhjes së akademikëve, do thotë mendoj që nuk janë kriteret e duhura, sepse unë nuk di ka atje shkencëtar të mirëfillt, po një pjesë e madhe tyne unë nuk e di që kanë doj punim shkencor apo kanë, do thotë, kanë bo një jetë shkencore janë studius të mirëfillt, por i ka fut politika. Në këtë rast, politika nuk është dashur të futet aty, dhe për pasojë ne kemi një akademi të arteve dhe shkencave në gjumë, të cilat edhe për çështje tepër të rëndësishme që janë për vendin, nuk dalin, qoftë me një kumtestë, qoftë do të thotë me një publikim për mi jep orientim vendit, orientimin e duhur vendit. Ne Akademia e Shkencave është dashur më marr edhe sa duhet ta shfrytëzojmë linitin për energji termike, apo duhet ta konservojmë, apo duhet ta gazifikojmë, e jo mos më marr as me këtë aspekt, e le për aspektet kulturore që është dashur deri tash, 1000 prononcime mi pat Akademia e Shkencave ndaj tendencave e tjetërsimit kulturor që po bëhet në Kosovë.